që vitin 2017-2016, gati, si fëmija pa ta fillu pim 5 vjeç, gati më duket e kam një video 5 vjeçar, kur jam kone kam pas një ilahi, po ma shumë ditë që jam në për rrjetet sociale, jam gati që një 4 vite që shtone. Po të shku, me të kallëzu drejtën, fillim s'kemi pas shumë mi e kushtu ilahijeve, po kur e këshish mi rrethin, se me grup isha atëre, prim fillim që e kam fillu ilahijeve isha me grup, me rrethin tem, dhe me thonë me shëqi. Dë njerë mendojshmi, apo ja vlen, as për ja vlen. Apo bëhet mirë, as për bëhet mirë. Po, elhamdulillah, ja nisëm pak me video TikTokit, me të kallëzu drejt. Një video me një shok të nejt një dit, edhe po ma ban, o vla, pëse s'pe shuzën zanin tanë, për më shumë rrjetet sociale. Po thash, nashta kina sukses, nashta nuk kina. Kije barem bën e tëndën. Okej. Ja fillum një video, elhamdulillah dhe e zi shumë. Qaj video dhe e zi shumë. Tu vazhdu, dit për dit, një dit gati nuk e lishmi pa bo një video për TikTok. Në TikTok, masin na hecke mirë shkushmëria, vazhdu me edhe në Instagram. Në Instagram, të na hapëm në Instagram. Për në TikTok të na vishin djekësit, po njëjtë. Në Instagram të na fillu me postu sigur në TikTok, njëjtët postime. Masi u bo Instagram i mirë, vazhdu me edhe në Facebook. Tash të hecë, elhamdulillah, bash mirë hecke. Shumë mirë. Unë desha të di, në fakt, a fillove talentin të shfrytëzosh direkt në ilahi, apo ndoshta ke nisur me muzikë të thjeshta, apo prej fillim për diçka që të flan më shumë në shpirt? Në moshën 11-12 vjet, kur ja nisa pak ilahijeve pak më shumë me kënu, shoqëria më vajshin pse s'pëhem muzikës. Se muzika me folë realitetin më shumë pare. Çashtu ne e di. Thesha jo. Nashta ka më shumë. A më thash ma pak më shumë vlerë. Për muja. Jo po hec më shumë, kije sukses më shumë, kije njofsi. Njofsia thash nuk më duhet. Thash jam mirë me Allahun, thash që mu e më takon më shumë këtë dunja. Po, si t'ki hajrë vazhdoja. Thash s'kam, thash unë kam njësë me ilahia, qaq. Po, me këshira realitetin, ilahia unë ja kam po hajrin. Dhe me thonë tash nuk është esenca mos me dhonë. Për me dhonë dush me hec të para. Me të kallëzë drejtën unë s'kisha. Prinder vetëmi për moshën 13 vjetë, për ja pa ta njësë punës, si kamarjer 13 vjetë sefte, ja pa ta njësë edhe mudhimshin partë atere. Se të unë i prindve nuk i lipsha pare, atëre nuk i lipsha. Po ilahijeve nuk jepsha për ilahija, se të isha nashta.